Akil Pano, predikuesi frikës, jo i Ungjillit. Nëse ka një gjë që Bibla e bën të qartë, është kjo: Zoti nuk është perëndia i frikës dhe urrëties, por i dashurisë, paqes dhe së vërtetës. Megjithatë, çdo status i Akil Panos është një përzierje toksike paniku, gjuhë apokaliptike dhe propagande politike që nuk ka asnjë lidhje me Ungjillin e Krishtit. Ky nuk është predikim. Ky është manipulim. Frika si armë, jo shpresa si Ungjill. Pano shpërndan një mesazh të vazhdueshëm frike, komplot global, shkatërimi i familjes, fundi i shoqërisë. Por Jezusi tha: mos kini frikë, sepse unë jam me ju. Mateu 28:20. Kur një pastor zgjedh të predikojë frikë dhe jo shpresë, ai nuk po udhëheq drejt Krishtit, por drejt errësirës. Frika nuk vjen nga Perëndia, Bibla e thot qartë, 2 Timoteut 1:7. Përçarja si predikim, jo dashuria si mision. Pano i portretizon njerëzit ndryshe nga ai, homoseksual, transgjinor, aktivist, si armiq, si shkatërues, si vegla të djallit. Por Jezusi tha: duajeni të afërmin tuaj si veten. Marku 12:31. Jezusi ul në tryez me mëkatarët, shëroi të përbuzurit, i pranoi të përjashtuarit. Kur një pastor ndan, damkos dhe poshtëron, ai është më afër farisejve se sa Krishtit. Propagandë politike nën maskën e fesë. Kushto që lexon statuset e Panos e kupton se ai nuk po predikon Ungjillin, por narrativat e djathtës ekstreme globale. Ai ishet si doktrinë biblike, ndërsa në fakt janë slogane politike të veshura me citime fetare. Jezusi vetë i qortoi farisejt që përzienin ligjin e Perëndisë me interesat e tyre. Çfarë bën Panos sot është i njëjti mëkat, përdorimin e fesë për propagandë. Idhujtaria e familjes tradicionale. Pano e shikon familjen vetëm si burr, grua, fëmijë, duke e ngritur këtë strukturë si të vetmen formë të bekimit hynor. Por Jezusi e zgjeron kuptimin e familjes: kush bën vullnetin e atit tim, ai është vëllai im, motra ime dhe nëna ime. Mateu 12:50. Familja në Krisht nuk është thjesht biologji, por dashuri dhe besnikëri ndaj Zotit. Pano e kthen këtë koncept të shenjtë në një flamur ideologjik, pra në idhujtari. Gjuha e akuzës, jo e shpëtimit. Pano demonizon, akuzon, stigmatizon. Por sipas shkrimit, kush është akuzuesi i vëllezërve? Djalli. Zbulesa 12:10. Jezusi nuk erdhi të akuzoj, por të shpëtoj. Një pastor që gjuan me akuza nuk është bari i grigjës së Krishtit, por zëdhënës i frymës së akuzuesit. Nga Ungjilli tek propaganda. Statuset e Akil Panos nuk janë thirrje për shpëtim, por makineri për të ushqyer frikë dhe urrëtie. Ai nuk flet me zërin e Krishtit, por me gjuhën e përçarjes dhe të politikës. Kur një pastor e përdor Biblën si armë ideologjike, ai nuk po i shërben më Zotit, ai po i shërben frikës, pushtetit dhe djallit. Ky nuk është Ungjill. Ky është herezi e mbështjellë me vargje. Dhe populli ka të drejtë ta thotë me zë të lartë: Zoti nuk ka dërguar predikues të frikës, por dëshmitar të dashurisë. Kush predikon ndryshe, nuk po punon për Krishtin, por kundër tij.